أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فصل في طيب العشر عشرة. Në atë kapitullin që jemi të vazhduar, në thotë ne, është temë e zgjeruar, kemi thonë, sonte flitet për bashkëjetesën, domethënë në bashkëshorti, por me mirësi, mirëkuptim, dashuri dhe respekt të ndërsjellët. Wa yatabaru fil mar'a li tib al 'ishra umur. Për gruaja, do kemi folën që për të përmbushën ato kritere për të cilat ne kemi folën në aspektin universal, pastaj dietarët I kanë ndarë ato. Ka filluar mi numëru se çka duhet me pasën gruaja si atribute, cilësi pozitive një femër, me të cilën mendon se mund të bashkëjetohet si musliman. Ka thonë ahaduha ad-din. E para është të jetë fetare. Wa huwa al-aslu, kjo baza e këtë muhabeteve kur po themi se duhet me pas një gruaje të mirë. Kur themi shkurtimisht, pa e deshifruar, ai vetëm vetë nuk kupton duhet të jetë fetare. Li qauli nabi sallallahu alaihi wasallam alayka bi dhati ad-din. Duke argumentuar me fjalën e Rasulullah alayhi salatu wasallam kur ka thonë kapu për atë që është fetare. Fa idha lam yakun laha din nafsadat din zawjiha. Për arsye se nëse ajo nuk ka din, nuk ka fe, nuk është fetare, thotë le që ajo nuk është fetare, po ndërkohë me bashkëjetesë dhe përditshmëri thotë të shkatërron edhe feja në burrit të saj. Wa azarat bihi, domethënë edhe fillon të eskivon, majta zgjatha, domethënë nxjerr burrin prej binarave të përcaktimit që të adhuron Allahun në jetën e tij bashkërisht me familjen dhe si organizon hajatin. Po nëse ajo e ndjek pastaj se ka këtë element, feja nuk I ka edhe fillon ta ndjek, ta aplikon në jetën e përditshme me burrin aspektin e xhelozisë, nëpërmjet së cilës ajo don të tregon se është e kujdesshme për burrin e saj. Azilia nuk është e lëvdruar, xhelozia. Edhe ajo nëpërmes asaj maske don t'ja bën me dije burrin në formë indirekte se un jam një vajzë, themi një gruaje e cila më intereson sjellja, përditshmëria, kontaktet e tua si burr. A kjo nuk është e lejuar. Ulem yazal fi balain wa taqdir ish. Thotë që nëse vazhdon në këtë formë, kjo vazhdimisht e fundos vetën, burrin dhe familjen ku jeton. Na paraprakisht kemi biseduar dhe vazhdimisht jemi të biseduar se në Islam të mirat dalin prej familjes. Edhe jo rastisht domethënë edhe në botën islame aktualisht, krahas asaj që ka vazhduar domethënë si tempo, janë udhëheqje një fushat ulemat që edhe një herë domethënë të investojmë me dituri dhe sqarime për krijimin e familjeve të shëndosha në Islam. Se kjo është e vetmja që neve kemi në majt gjallë në këtë dënjo, krahasim me zhvillimet që janë kriju një disbalancë në pjesën tjetër të botës, në aspektin e teknologjisë, ekonomisë së zhvilluar e tjera. Mirë po ato e kanë mungesën e asaj se s'm po krijojnë familje. Këtë mos e harroni asnjëherë. Kanë gjitha, s'kan gruaje, burr edhe fëmijë. Ne duke e parë këtë si pozitive, normal me besim në Allah dhe në Kur'an, muslimanët domethënë ende janë të vazhduar që të investojnë në atë, të kenë 3 dhe 3 shëndosha bukfalisht, që futen në jetë bashkëshortore edhe sjellin frut qenjes njerëzore, sjellin fëmijë. Edhe ato i edukojnë në konturat të Kuranit dhe Sunetit, pa u lazdru, absolut. Çka është e jona, është e jona në këtë formë. Edhe ju japim formën e duhur meshkujve edhe femrave. Këtu ne kemi. Mirë po, një send që shpesh herë, keni ndëgjuar dhe lexoni se gruaja duhet të jetë fetare. Dhe shka nënkuptohet fetare në këtë rast? Për arsye se na jemi muslimanë. Alhamdulillah jetojmë në një ambient, themi, kur jemi të shqiptarët muslimanë, në ambient muslimanë. Ne kemi nona, motra dhe kunata e tjerë të gjinisë femërore që janë muslimane. A janë muslimane. Edhe ju nëse mirëni I shifni të aplikoni rregullat e sjelljes së ndërsjellët dhe mirëkuptimit,
e shifni se atje këtu dikun shfaqet, pasqirohet një sjellje jo islame. Në fjalë tjera, kur i ndëgjoni muhabetin se të jetë fetare, nuk don të thotë se veç është që fal namaz në aspektin teknik edhe përmendsh. Islami banën men, do thonë nëse e ndajmë në disa forma kur të presim këtë, e ka një ndarje më universale dhe shkurt. Ai ndërtohet mbi 3 baza. Është aspekti i besimit, që u lumton fusha mbi besimin në Allahun, cilësitë, emrat e Andej. Aspekti juridik, shariati, që u lumton halalin dhe haramin. Edhe treta është aspekti i sjelljes, karakterit dhe etikës. Thot, tu dijet paraprakisht nuk mund të zhvillohen nëse nuk është elementi i tretë. Elementi i tretë, sjellja, morali, përgjithshmëria në veprimtari, ban, domethënë, pjesë dhe ndikim edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e shariatit. Ke moral gjatë besimit, ke moral gjatë aplikimit të shariatit. Një femër që është fetare nuk nënkupton thjesht, domethënë, që falet dhe agjeron, por absolut nuk i njeh kufit e vetë të etikës dhe sjelljes ndaj burrit dhe antarëve të tjerë në familje. Thjesht nuk e ka gjuhën të edukuar. Fjalorin e ka të ndytë, si ka të pastër. Shprehen fetarisht, domethënë nuk e njeh dhikrin. Më shumë ban gibet dhe merret me thashë theme të ambienteve tona që i dini se sa e përmend Allahu ose dhe njarë thot istighfar për dhe një veprim. Gruje fetare do të thot e cila nuk i hip mbi kokë bukfalisht burrit. Këtë, do thonë disa herë, edhe ende ndoshta kemi me nejtë shumë, që të vetëdisohuni se po u rregullon punë mbrenda në shtëpi, ti je mbret me kalë të bardhë në hapësirë. Në të kundërtën, me ta pru Amerikën, kushtimisht të dirë të mëdhoja, në disponim, ama mrena në shtëpi, ke një gruaje e cila nuk i përmbush këto, si një kufit e Zotit dhe vetë. Ashtë si një bombë atomike. Në thonë ti kur e qel derën mu hinë shpi, para prakisht vetë disoha se i hi me një zonë të konfliktit. Si rezultati jo përsosjes së moralit, me gjuhë, me kritika, me shtypje, ngacmime, e tjera, e tjera. Në thonë fetare, ta zbërthejmë ma gjanë pak, që vërtet në njeh Allahun, ka turp, thjesht ka turp, ka as i gra, në thonë se në tregu jonë nuk ka. Tregu jonë ende ka femra, në thonë të bukur dhe të avancuara fetarisht, që kanë dalë nga gjiri i familjes fetare, që është krahas aplikimit të rregullave të mëdha farzit, ka edhe gjuhë të ëmbël. Këtë po du të them, thjesht, s'po di si të zbërthaj ma ndej. Musliman, se ka të ne musliman që falin namazet dhe agjerojnë, por me të vërtet janë të nditë. Sidomos për gjininë femërore ku flas. Edhe ju duhet të luftoni në për shtëpia se gratë tona ushqyer me 80% në materisë të tyre, është gibet. Do të thonë të analizuan punët e kujshive. Nga që femrave në shmeshkuj. Tu morë me i këshin thonë edhe e tjera. Këto duhet me eliminuan. Një femër muslimane, që ne po themi kapu për atë që është muslimane, e ka përgjithësi që ti edhe në kushtet të rënda ekonomike, sociale, të jesh i lumtur nga mbështetja të cilën e merr dhe e meriton për grujës së ndershme. Edhe më andej, muslimane është ajo e cila, domethënë sjelljen e ka konstant dhe të harmonizuar me dëshirën dhe urdhrat e Allahut dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. E cila i rri besnik burrit më, po se po, por sjelljen e çerën e ftyrës nuk e ndryshon në momente kur ke pare edhe në momente kur nuk ke parë. Edhe binduni se gruaja dhe pasuria janë të lidhura ngushtë, sidomos te ata të cilët nuk janë fetare. Kje pare, i sjellët mira materiale dhe kushte, ja çon qefët mundësisht, ka si karakteri shka adaptohet, edhe më në relaksohet, zgjerohet, bindesh se është dosën, okej. A kitë bota janë të mirë, kur i ketë dirë të hapura me pasuri. Sprovat vinë, një hapë më andej, kur ato shkojnë. Vend bota shkallë, ditët ndryshojnë,
ve një situatë tjetër ti je pak më i lodhët financiarisht. E njëjta gruaje bjen prej testi. Se është mësuar, domethënë të jetë e mirë në kuadër të mbështetjes financiare materiale. Në momentin kur i mungojnë kërkesat, domethënë standard që i ka pasën, fillojnë i dalin brinat. Jo muslimanë vetë. Muslimanes nuk i dalin brinat edhe dhomët asnjëherë. Tjetër, një gruaje e cila bën, pa marrë parasysh arsyen edhe motivin, që burrin e vet ta hidhëron dhe ta pikëllon, ajo ka dalë prej konturave të përshkrimit të asaj që po themi një gruaje muslimane. Muslimonja nuk e hidhëron burrin kur hiç. S'po flas për ato vijet intime që çdo gruaje duhet me njoh burrin e vet dhe çdo burr duhet me njoh gruajen e vet. Ato janë punë, domethënë private, se si kur reagon sa duhet. Por ata ka obligim me njoh çdo burr gruajen dhe çdo gruaje me njoh burrin. Por fundi është sikur që kemi thonë, një burr musliman që e ngre dorën mbi femrën në gruajen e tij, ai ka dalë prej konturës që na po flasim. Këtë zguxon me bukur. Në mush me të shmos, mu nervozut, hip shtipje, piklosh, hidhrosh, nuk flet, rezervosh, del jashtë, çka dush bën? Me i ra nuk tolerohet të ne. Si kulturë profetike po flas, që kemi thonë 100 herë. Si ti bish gruajes, duhet me dal vetja pi huj absolut. Merreni shumë seriozisht se duhesh me bë teube, me mora vdes, e me t'i ra pishman, se çish ke mund me ra ti në këtë grack. Kjo është shumë lishëm i madh. A në anën tjetër përgatituni se gruaja ta bë momentin. Provon dhe të sprovon shumë rand, këtë merreni seriozisht. Por edhe një gruaje e cila ka arrit që burrin e vet në rrethona të veçanta ta nxjerr prej kontrolle me sjelljen e saj, ajo ka dalë prej asaj që po themi një gruaje besimtare. Këto ishin disa shembuj që të deshifrojmë çka do të thonë besimtare. Se të ne thami kemi besimtare të gjithë falen dhe agjërojnë, por me të vërtetë janë të tepërta, në mjedisin familjar. Ju e keni shembullin për shembull më poshtë do ta shohim edhe do të zbarthejmë se si të ne po i përcjellin mesazhet. Në raport me gruajen, se si duhet mos sjell. Edhe duhet të krijoni bindje ngadal nga mjediset tona familjar, me gjithat tranzicionin që janë ndodhur. Ne në të kaluarën gjithsesi ka pasën sende shumë të bukura, sikur që ka edhe tash sende të bukura. Por nuk përjashtohet se në të kaluarën ka pasë sende shumë shëmtuara, të cilat janë prezent edhe aktualisht. Nëse duhet të lavdrohet e kaluara e komunikimit të ndërsjellët në mes një burri dhe gruaje, themi ndoshta mund të pranohet ajo se kanë bëhen përpjekje, bukfalisht xhihad, gruaja dhe burri, në kushtet tona po flas, se si e kanë kriju një pasuri, një kapital ku duhet t'i strehojnë fëmijët, një kulm, me punë trona fizike, mal në fush, edhe me kafsh e tjera e tjera. Kjo është për të lavdruar, se gratë e sodit nuk i hinë asaj punë fizike. Por një aspekt tjetër është për të manjanuar, për të kritikuar, edhe ne duhet të censohemi nga ju si musliman, është sjellja e vrasht, ama të jetë e vrasht e meshkujve ndaj femrave, deri te rrahja fizike. Edhe sjellja nënçmuese që si takon as kafshëve, definitiv as kafshës në islam nuk i takon sa është ndaluar. Këtë do të mi pas sinqert, se na kemi kriter, na kemi Koranin që gjikojmë. S'muj me thonë keq janë konë mirë, as s'muj me thonë se keq janë konë keq. Çka konë keq, çka konë mirë është mirë. Edhe sot, edhe duhet me nda ne, më të mirë për të keqës pa ardhur shoqëria jonë, tek sjellja me gratë të vija e Koranit dhe sunetit e Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Ki profil vajzash, që po them, këto sipas definicionit të Koranit, le të falim domethënë vajza shqiptare për arsye se kjo incizohet, është mërzime gjithë. Nuk përjashtohet domethënë që ekzistojnë dikun, por janë shumë pak. Femër muslimane që i krinë obligimet drejt Allahut Dhul Xhelal me besim, bindje dhe vetë dije,
dhe duke i marrë përgjegjësitë dhe obligimet për burrin dhe ndaj burrit me atë sjellje, duke i pas shembull pejgamberit dhe gratë e tij sallallahu alaihi wasallam, shumë pak ka. Shkaku i asaj që sot, domethënë shoqëria jonë më shumë, domethënë e ka këmbën të kthime nga një kulturë dhe civilizim materialist, që sendet e bukura dhe sukseset i masin me aspektin material. Në momentin kur s'ke, s'je. A ne që po e zhvillojmë një kulturë që të kemi të gjem, domethënë namazit, halalit, larg haramit, në pajtim me atë urdhër e Zotit, këto ka një gjini femrore e cila pak është e interesuar. Pak e vlerëson këtë që po themi. Por edhe ne jemi të vetëdijshëm se pak ka femra që me të vërtet dinë, domethënë ta motivojnë burrin e saj në këtë formë që po themi ne. E thani husnul khuluq, e dita, kjo e para ka që femra duhet të jetë fetare. E dita është të ketë moral, karakter, etik të bukur. Fa inna sayyi'atul khuluqi dararuha aktharu min naf'iha. Për arsye se ajo që ka moral të ulët, sa është edukum, dami i saj në familje thotë është gjithherë më i madh se dobia prej saj. Domethënë probabiliteti i një vajze të themi me cilësi normale, por moralin e ulët, thjesht nuk ka turp, s'ka respekt për askan, arrit në ambient të tillë, që s'din kur kujt domethënë me përshëndet, kur kujt me boj zmet. Kërkan me respektu dhe si di kufin se me këtë është turp me vepru kështu, me këtë është kështu turp. Si ka këto të mbjellur? Dami i kësaj, thot vazhdimisht, është më i madh se sa dobia e saj. Do të thonë gjithherë theksone. Dhe vërene se ne, pikrisht literatura atë që diskuton na bashkë që tu kemi munges të koha dritë. Ndëgjon. Ne jo që s'kemi femra, si numër ne kemi më shumë se meshkuj tash, është një problem tjetër. Që na kemi më shumë femra se meshkuj. Por gjithë ato femra, kur fillon me i fut në këtë test njerëzor, fetar, moral, 99% bin. Kur bin, do thonë ato se ekzistojnë, neve si numra nuk na duhen. Neve na duhen femrat si përmbajtje. Çfarë pasqire ka ajo? Sa është e përgatitme nga anëtarët e familjes së saj për të bashkëjetuar në atë formë që duhet bën përpjekje xhihad, krijimin e një familje. Shumë e shenjtë është ajo. Ajo femër me atë kapital që e ka thith në gjirin e familjes së saj, prej Kurani konkret dhe Suneti, dhe atë sjellje që ja kanë dhënë atë tërbije, duhet me ushtruan që të shkon te një djalë për të kriju familje. A familje me krijuar ran, kemi thonë që ndër. Në forma tjera, me gjuhën e sotshme, perëndimi me gjithë buxhetet që i ndan për themelimin dhe krijimin e familjeve s'në po e arrin. Rana shumë këtë binduni. Shumë duhet me qenë moralishme ajo, shumë e vetëdijshme, shumë e integruar muslimane, që me dalë te një djalë edhe me pas qëllimin të qartë, mos mashtru domethënë mos lukseve të përditshme, por qëllimi final është në këtë jetë të krijon familje. A familja ka punë, do fëmijë, ushqimi i tyre, trajtimi, edukimi, mjekimi e tjera e tjera. Nëse vërtet nuk është e moralshme, eksplodon për çdo ditë. Unë s'po du tash me dalën prej kontrollave me folën skena që na për qytet i keni pa. Çka bojnë shqiptarët me gra kur dalin në treg të gjelbër dhe në treg të shtofave e nda për qytet. X raste, kur ajo në publik kjo mundësi me pa që si sjell. Çka mendon shpejt çfarë sjellje kanë shqiptarët? Kjo është një. E dita. Po më mirë se sikur shka është, nuk ban me qenë. Se sikur me qenë më mirë se sikur shka atëherë parasysh pikë kush ka investuar ke shoqëri, që kanë arrit atje. Ke shoqëri kur kush ka investuar? Ki popull, më falni thojza, femrat e tona shumë pak kanë fe, din. Në momentin kur unë e di se kërkush s'ka intervenu, s'ka investu te gjinia e kundërt, unë e di që duhet me qenë sjellje, s'ka nevojë me shkruar për shtëpi. Mesatarja e saj që për shembull çdo ditë jemi me Kur'an, me ligjërata, me nasiate, me xhamate, edhe por çdo ditë po bëjmë gabime. Në çdo që po themi, se po i aplikojmë. Çdo që po i themi, por çdo ditë i thej ligjet, qoftë unë apo ti. Çka mendon? Po do më mbind se vajzat e tona kanë asi kulturë dhe vetdije fetare
me i nejt burrit mbas për çdo kusht. Problem duhet me ato dikush duhet me trenu. Femra duhet të ketë moral. Mas shumë të domethënë është e vërtet që ka nevojë për sjellje dhe moral, domethënë për shoqërisë njerëzore, femra si ka hije, tërbia dhe edukat. Femër e cila i njeh kufijtë e vet dhe ka dëshirë zakonisht tërhiqet mbrapa. O mirë vesh. Nuk është asi femra për shembull e cila don të konkurrojë me mejdanet. Është kulturë islam. Përveçse se ajo është organizuar me ndryshe krejt. Femra në islam nëse dojmë ta definojmë, nuk është për neve thjesht shqip, nuk është konkurrent, por femra është pjesëmarrës. Do thonë lejohet të marrë pjesë ku të ketë dëshirë, nëse ajo i plotson kushtet për pjesëmarrje. Edhe absolut në momentin kur shpreh dëshirë me marrë pjesëmarrje, krijon edhe konkurrencë. Por jo femra krijon konkurrencë në hapësirë, në mejdan, për arsye se i le punë të cilat Allahu edhe natyra e ka obliguar t'i krijë. Në nxjerr gjenerata shëndosh edhe. Thalith husnul khalq wa matlub, të jetë e bukur. Edhe thot autori, kjo është e kërkuar. Do të thonë nuk është një element mbi të cilin duhet të kalohet thjesht. As nuk lejohet mu tall. Femra duhet të jetë e bukur. Mashkulli duhet të jetë i bukur. Por me këtë shkallë nuk kuptoj. Bukuria a ka definicion? Kod, a ka bukuria kod? Jo. Sikur të ketë pas bukuria definicion dhe kod, atëherë ne domethënë hiçmi pa i arrit këtë qëllim. Mirë po alhamdulillah, bukuria është relative. Domethënë femra duhet të jetë e bukur atë çka unë e shoh të bukur. Tjetra duhet të jetë e bukur atë çka ti e definon bukurinë. Edhe kjo është hikmeti i Allahut Dhul Xhelal, që do thonë i takon di individ bëhen çift në kuadër të këtë elementeve dhe bukurisë. Domethënë ka si që ndryshojnë nga si, ka parime dhe kritere që ndryshojnë nga tjetri. Me rëndësia është domethënë aspekti universal që jetë femra e bukur për çdo njërin prej neve. Edhe mashkulli të jetë i bukur për çdo njërin prej femrave, ajo si e shef bukurinë. Domethënë kjo pamje i pëlqen themi disa vetëve, por edhe kjo pamje i pëlqen disave. Krushti nuk duhet të shkelet. Kjo po du ta theksoj se nuk duhet të shkelet kjo element kur është edhe në Kur'an edhe në Sunet, por është edhe në natyrën e njerëzve që kërkojnë bukurinë. Kjo element të shumë hoxhallar është shkel duke predikuar ata se qetë fetare. Edhe pik. Edhe pastaj mos duhet qetë as e bukur, as e moralshme, as e pasur, as prejardhje. Qetë fetare ju tregova, edhe definitiv që po. Por nuk përjashtohet as se si që qetë fetare edhe e bukur. Shka me heket element? Qish mu ma prezenton ashtu në islami? Qetë fetare edhe e lodht çdo aspekt. Kush ka thonë? Se ke literaturë, edhe mos promovo, dhe më thonë epshin tanë, ose thjesht përvojën tonë mbi islamin në fojza naiv, që qaç të kanë thonë aftësit me e kuptu. Se në fletë njeriu në emër të islamit, se islami është universal, është fjallë Allahut Dhul Xhelal. A njeriu është pjesë, një pjesë. Ai predikon kënd të asaj, ose i mbështetet ajetit edhe hadithit. S'mund është me thonë asë apeli me thonë për shembull muslimanëve, gruaja duhet të jetë fetare, edhe pse sa shë bukur e tjera. Pse po e sakaton mesazhin, edhe po e sakaton imazhin. A han pazari dikujt me i thonë që këta. Atëherë del që tërgun se ka edhe hapësira tjera, jo dini se edhe krishterët, femrat janë të lejuara me i morë. Si gra. Edhe ki urdhër është për mirëqenjen e familjes. Nëse don të jesh marahat, gruaja duhet të jetë fetare dhe e moralshme. A nëse ti do për shkak me rrezikuar, me luftuar me sfidën këtë jetë, nëse flasim për çka e ke të lejuar, ti e ke të lejuar me morën edhe një femër që s'është muslimane. Apo ndëgjon. Prandaj kur themi të jetë muslimane, duhet të jetë edhe e bukur, nuk guxon me gjismu mesazhin. Se ka domethënë njerëz të xhallar që popullin po dojnë me injektu
Kinse ne domethënë po flasim mesazhe shumë të rëndësishme. Dhe as jemi të përpiktë dhe këmbgulës për këtë fe, që femra duhet të jetë vetëm muslimane dhe tjerët tipare krejtësisht të lodhta të ketë. Unë nuk dakordohem, edhe kuptoni atë që ju them, po mendoj që me argument. Po e zbërthehet. Nëse ndëgjoj tash më poshtë, thot, femra duhet të jetë e bukur. Dhe thot bukuria është kërkesë tek të gjithë natyrat dhe popujt. Gjithmonë kanë kërkuar nusën e të bukur. A keni ndëgjuar dikon me pa me këshill nusën? Mos më diskutoj bukuria. Zbana është. Diçka jashtë logjikës. Idh bihi yahsul tahassun. Pse? Me kërku të bukur. Thot se qëllimi i martesës është më mbrojt nga zinoja. Final. Por ndryshe nëse smartohemi, këtë edhe ka femra se dush këtë bëjmë zinon. Por është haram. Me hik zinon, do të më martu me marr një vajzë muslimane të moralshme dhe të bukur, e cila të ndal nga zinoja. Thot mora me qenë e bukur do të thonë që të tërheq ti, për ti janë e bukur. Edhe mos ke nevojë të ushqehesh me zinon. Por nëse e ke marr një femër e cila s'ti mbulon, si përgjigjet kërkesave tua, ti do të thonë je i predispozuar për zinon. Thosë me ta pruti një femër është e bukur, themi fetare dhe e moralshme, por që në aspektin e pamjes fizike nuk është ka të tërheq. Do të thonë ti se ke arrit qëllimin e martesës. Ti ende je i rreziku. Që të ranë unë ja respektoj feja në saj. Kam logjik, mend, parametra me respektu ata se shumë fetare është. Edhe e shoh, e vlerësoj, sjelljen, përkushtimin, adhurimin. Edhe unë e shoh se është e moralshme, e përsosshme. Ama këto janë gjykime logjike. A kur mendja, do të thonë logjika s'ka mund ta mbron sjelljen e njerit nëse nuk edukohesh në shpirt, në zemër. Këto është dallimi i asaj kur thoni diku se po dike edhe gabon. Po me ditë na ketimi të ditë se zinoja është haram. Por kush e ka të edukum shpirtin dhe zemrën ndaj Allahut, që të ndalet për atë rregjeron, nuk kam probleme mungesës informatos. E unë ja respektoj feja në asaj. Po ja respektoj edhe sjelljen. Por ato të dia nuk janë elemente që tërheqin epshin e njeriut bukfalisht. Si cëlla e ka një obligim. Në këtë, sigur këto specializimet që e kanë, do të thonë kanë një obligim. Edhe këto elemente kanë një ndikim. E kur vend te bukuria dhe ajo e ka rolin e vet, e tërheq gjinien tjetër. Edhe e bën, do të thonë që qet më i mbrojtur nga zinoja më lart. Wa li hadha amrin bin nadhar për këtë dhe janë të urdhëruar sipas shariatit të Allahut dhul xhelal, gjithsesi me urdhrin e pejgamberit alayhis salam që tri që dojnë më fuju duhet më pa. Ashtu net. Kemi thonë tradita e shqiptarëve e ndalon. Sipas kanunit lekës është ndaluar mu takuar një femër me një mashkull që kanë dëshirë të fejohen. Pastaj laikët thojza këtë akuzë kanë hudhë islamit, se që muslimanët kanë merë mbrapa shqiptar feja në kalone na s'po shif. Na i thëshmi ju na ke lënon mas se neve pejgamberi alayhis salam na ka thonë para 1430 vetëve e 31 që shifnu. Një që po merr, është e bukur atë pëlqen sjellja. Urdhër fetar, sot para ta është urdhëri mu pa me vlerësuar nivelin e bukurisë, është e përshtatshme për ti ajo. Po këtë kanë nuk kanë ndëruar në po në kohë ka pas musliman thotë, të cilët nuk i kanë këshirë këtë punë. I ka interesuar për shembull aspekti i fesë dhe moralit. Okej. Wala yaqsiduna tamattu, por s'kan pas qëllim që kënaqësisë edhe të epsheve. Kema sigurisht që transmetuan për Imam Ahmedit, rahimullah ikhtar imratan awra ala ukhtiha, ka zgjedhur një femër e cila ka qenë e verbër, edhe pse motra e saj ka qenë saglom. Mirë po thotë illa në hadha yender, por kjo sjellje thotë është pak. Në është aspekt privat. Mos po flas për privat edhe unë muj me shku dikun për arsye të panjohura. Muj me zgjedh, themi ndoshta ma me pak kritere se motra e vet. Por megjithatë ekziston ndonjë arsye që e kam zgjedh. Ama jo është sjellja private e imja, karakteri unë për ndonjë arsye në fojzë. Ama kjo nuk vlen me qenë mesazh musliman më thonë. O merresh. O tiba ala dodi, thotë kjo është pak, edhe karakteri natyra e njerëzve është vend në kundërshtim me këtë. Sigurisht më thonë njerëzve zgjedhni merrni që si plotësojnë ato kritere. E katra, khifatul mahr. Këtu na me këtë pikë s'kemi problem. Mehri i nikahit duhet më konon pak, simbolik i lehtë. Do thonë edhe وقد زوج سعيد بن المسيب
Ibn Ubin Dirhamin, Said ibn Musejbe ka martuar femrën vajzën e vet, ja ka dhënë dikujt për 10 dirham. Sikur themi sot për 20 dinar ose 200 dinar. Nikahi, ju shka si një martuar. Kur të bësh nikah, do të thonë ka një sasi të holla duhet me nda, janë e drejta e gruajës ekskluziv, asaj takojnë. Personalisht, as babës, as kërkujt, as të burrit, asaj janë. Special. Tash, do të thonë botën arabe ka problem se ka nikah deri me miliona. $1 milion, $1 milion euro, 10 milion, varësisht kush qish, çfarë nivele do të thonë sociale janë, të ato mbretët e princat e kujt diçka. Pastaj ajo ka reflektuar që dhe mos e rëndom nikahën e kanë zakonisht shtrenjtë. Që sikur të ne po themi te ne, po ju tregoj me praktik, nal poshtë do të thonë sjellën 500-700 euro deri në 1000. Nikahë. Që dush mi pas të parë, do krahas martesës harxhimave, do të thonë misafiri etj etj. Edhe ato dush mi pas. Po sikur me qenë që ki halli jon, që shjemi edhe mu kon nikahë dikun me ja krajs, tash mi kërkuan ka 10.000, 20.000 femra. Ka drejta mi lip, 100.000, si dush. A bëhet puna rënd, bëhet rënd. Shumë një moshkull çdo kushte tona, sonash ka i ban 4-5.000 euro për shkakun me boni darsëm. Mu kon edhe nikahi i lartë, bëhet edhe më rënd. Urdhëri, domethënë, i mësimit fetar është që kur të jepni vajza, mos me rënduhën themi dhondrin muslimoni me nikah. Por e lip shani simbolik. Edhe zakonisht shkohet me atë se ka një popull tarifat. Tarifat e tona janë domethënë çdo. Qala Omer radhiyallahu anhu la tughalu fi muhuri nisa. Omer radhiyallahu ta'ala anhu këtë ka thonë ata publikisht, ka thonë mos e ngritni çmimin, mos e shtrejtoni çmimin e femrave në nikah. Domethënë si urdhër që duhet ajo të jetë më e kapshme për të gjithë. Wa kama tukrahu al-mughalatu fi al-mahr min jihat al-mar'a, do të thonë sikur që është mekruh ose ndaluar që shtrenjtë të jetë nikahi i gruas, yukrahu su'alan mali'a min jihat ar-rajul, por nga ana e burrit është mekruh që moshkulli të interesohet për pasurinë e femrës. Kur të themi është mekruh, ndanë njërin pikë tjetrës. Sonë, do të thonë e urrej gjërat e ndryshim dalluara të hinë manifest. Kur të them e urrej, e di që do të thonë e urrej, unë du me gjetë vajzë për gruaje, dhe vajza për gruaje kuptuam çka është. I që i përmbush ato kritere, soni është, a muj me bashkëtu me ata të krijojë një familje? Ti lo disa pasardhës që adhurojnë Allahun. Kjo është finalja. Po ajo nëse ka parë nuk dëmton. Ama nuk mundesh me çit numër 1 mund të rësa për parët e femrave. Sa parë i ka, çfarë kapital i ka. Kjo është mekruh, jo haram. Se na kemi problem tash. Kjo është pikë në të cilën na kemi problem. Moshkulli shfaq interes në familje se duhet martohet. Edhe normal, pika e parë është për shkak që personi ta bedo me letrën perëndim apo prej këtu. Prej këtu nën kupton ti si jeni punë, e merr edhe një antar pa punë. Bon di. Pitive bon 4-5, ju kit pa punë, jeta është e vështirë. Ti si po ushqen çdo çka i ke, themi bab, nona dhe vëlla, edhe po martohesh çdo kushte. Po jo po du me letra. Fetvaja është halal. Mojnë menë që po të them. Shtash me letra, nuk nënkupton se parën të jetë ja dashtë asaj. Se du të me deshifru mirë, për me dharë në përfundim, artikulim, është me ditë që i duko. Ne kur thojmë po dojmë një vajzë me letra, a e kam qëllimin e kontës asaj, që unë jam përtac nuk punoj, apo unë kam për qëllim në përmes asaj të legjitimohom në atë shtet të perëndimit, unë të punoj. Si moshkull, unë punoj, s'ka nevojë gruaja të punoj. Nëse ajo punon dhe ka parë të asaj, mu s'm tërheq ajo. Se para një disa netëve kem me një darë, se mishte edhe vëllau jo në shpëtim, si kush ka qenë aty. Dhe do mesazhe u përcjellshin në të kundërtën e krejt materjes së pastërt fetare. Gjatë një ore e xhims të përcjellën mesazhe se vërtet po nervozohem, aty që s'po du me hinjen në kësi punë. Të përcjell mesazhe masës të pranishme me 200 vetë ju thonë në xhallarët me emër që gruajen duhet me shtip. Pastaj jo e rastit njëri për intelektualëve të qytetit aty u taku më moshetar thoshte shkanki. Tash mos i merr se këtë vi prapë në përcjell. Xhallar me autoritet në thojza në grupin e atyre.
masakër, a di çka masakër thjesht. Edhe po mendohem gjatë këtë asaj që e përcjell thash më u long në botën për 24 orë më thon ju. Jeni sfejli nishtë ndonjë të kemi shkoj. A di çfarë regresi i bojnë ndonjëse? Absolut longërdi. Të vikat, të përdit, të sjell shembuj më të thjeshtë se rrugashi si bisedon atë dhaj do këtë më artikulojë mund fort mesazhin. Po fol për Islam apo fol për epshin tan shkon mal edhe aplikoje çish dush. Hiç si dush as mos e shif me gruaja as. Çfarë dush marrë? Merre të keqja, merre virana, çfarë dush bën? Puna jote. A marrëje, izoloje mbille, trajtoje si hyjvan. Ajo është punë private e jote. Sigur që e bën shqiptar. Mos kemi shkuar për të shpajë mishi. Ne jemi të përcjell mesazhin e Allahut Dhul Xhelal, i cili ka thonë, domethënë në shumë ajete se ne kemi krijuar meshkuj dhe femra. Më i miri për ju është ai që adhuron Allahun në formë të devotshmërisë. Barazia dhe liria i takon çdo kujt nga akti i krijimit. Ato nuk janë dhurat. Liria s'ta jep kërkush. As nuk fitohet. Se të nam për shembull në sistemat thonë liria s'ta jep pa më fitohet. Jo s'fitohet. Çe më fiton liria? Liria e ka dhënë Allahu Dhul Xhelal. Qenjeve, femër mashkull, që ka rruga adhuron Allahun. Kush adhuron më shumë ai është më i lavdruar. Mos të konturoj. Këtë mesazhat i prap. S'duhet më as lutë zgjinat gruas. Duhet me varr shkopin, duhet me trishtu, duhet me rre. Njoni kallëzike marsalla atje. Në prag të asaj që duhet mi përcjell mesazhet, për shembull do edhe ta ushtroje masën se si shqiptarët për shembull kur takohen me një gruaje e cila shminkatet e pastaj kur të hinë në dhomë, kur të heqë shminkat, e kur ta shohë domethënë imazhin e vërtetë të asaj, e trishtohet me llak e me kujdin e saj të kinës, e më thash, thjesht domethënë loj, ajo ishte për mua. Edhe gjatë krejt asaj, pe ndëgjoja varesha, bile njoni prej kolegëve që ishte i pranishëm të patë dhe zhëlla, po ma shumë në SMS, që të vërejt që shka unë isha të e me nam. Tha pse Beki Hoxha nuk e transmeton një hadith Buharit, to qërë se kanë vërejt, po të kalzej unë që kanë vërejt. Leja shka një hadith Buharit, se transmetojnë. Edhe kjo sa era parë, nuk e kam shkuar, për shembull Imam Ahmedi i kanë hadith. Tash pa u zgjeru shumë, mos dal kus duhet. Se për meni as kur një hadith ishte fjala në prag të martesës, një kolegë jonë u martoi kësaj me tregues se si mu sjell me gruajin, okay, ka mesazh. Pse nuk e tregoj për shembull me thonë se kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasabaqu ma Aisha. Domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dal me Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nona e jon, edhe muslimanëve me vrapu. Në kuadër të sjelljes, edhe liberalizimit të raporteve. Pse se tha kur për shembull se qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqatin, domethënë lukmatun tadau fihi mar'a. Sadaqaja më e mirë është një kafshat bukës kur e ngren deri te goja e gruas tonë. A jemi në prag të dhënies së mesazheve për martesë edhe mirësjellje. Pse nuk tha se për shembull kur kanë ardhur në Ahbash në xhamin e pejgamberit në Medinë, Rasulullah alayhi salatu wasallam e ka marrë Aishën radhiyallahu ta'ala anha dhe e ka mbajtur. Edhe e vogël ka qenë, po edhe e re. Edhe e ka mbajtur pak a shumë edhe kanë këshirë shfaqje. Pas shfaqje, në një teatri këtë. Aisha. Dhe për pak të shona të marrë mikrofonin dhe të maj viran. Ma mos ishe dash me ime dhe s'kisha nevoj mi bëha të punë. قال الثوري إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه اللص. Thauria ka thonë, nëse burrit martohet, edhe para se martohet vetë për gruajën çka ka, domethënë mall, parë. Ka thonë ta dini se është hajdut. Na fillimisht për parë nuk i interesohet. Megjithatë kjo është opinioni i tij. Domethënë edhe një herë martesa me vajzat muslimane tonat në perëndim, me qëllim që burri i jon, i zoti, domaçin, punëtor, por s'ka ku e shpreh, don që në përmes gruajes së tij të ardhshme të legjitimohet në perëndim e ai të punon, jo sirin te gruaja, është halal. Monë. El khamisa edhe e pesta është thotë
mirë është me qenë në gruaja beqare. Se ka dy lloj grave, ka beqare edhe vejushka. Thot lene shërja në dhe bejla dhalik për arsye se kapitali krejt, do thoni Koranit dhe Sunetit, por edhe natyra e njerëzve e pëlqen dhe ja përparësi femrës që është beqare ndaj asaj që është vejushk. Do thonë mundësisht urdhri është kur kërkoni beqare. Wali annaha tuhibbu az-zawj wa ta'lafuhu akthar min ath-thayb. Dhe fakti është se beqarja e don burrin më tepër. Por edhe burri e don beqarën më tepër për arsye se përjetimet e para njëri i man mend. Do thonë ato gdhendën në kokë historik. Nuk është e barabartë themi me atë e cila ka qenë në vejushk. Dhe themi kujtesën e ka më të mbushur në kujtime dhe do thonë historia tjera. Beqarja është ajo e cila do thonë për të parën herë me tije si beqar e fillon një jetë dhe të man mend. Kjo ndikon thot për me u përshtat, për me u nënshtru themi, njoni tjetrit. Fejujib dhalika al-wad, për kësaj sjellje buron dashuria. Fa inna at-tibaa majbulatun ala al-ansib awwal ma'luf, për arsye se karakteret dhe natyrat e njerëzve janë të tillë, do thonë që zakonisht shikimin e parë, takimin e parë, mohabetin e parë, punën e parë e mbajnë mend dhe ato ndikojnë pozitiv. Wa huwa aidan akmal lil wadat laha, edhe do thonë fakti tjetër është se në përgjithësi gjatë historisë njerëzore do thonë për këtë punë beqarja është më e dashur te meshkuj se sa vejushka. Liana at-taba yanfiru min allati massaha ghayru, por arsye se karakteri fillon të humbi interesin, karakteri i moshkullit ndaj një femre kur kupton dhe din se tjetër kush ka pas punë dhe raporte me ty. E sadisen të kune waludan, e gjashta. Është mirë të interesohet dhe më thonë në antarë të familjes femrës, a janë vajza që lindin. Por asi se nga njerë shkon dhe më thonë në aspektin familjar ose genetika, e bënd vetën që janë femra që nuk lindin. Kreti ka në bukur e rëshmi, më thonë në mirë, në punës e moralit e fes, ama nuk lindin. Mirë me ketë është problem mu morë, për arsye se s'mund është me qëllu, kërku se din, para se mu martuon, a ka bo Allah emër, a s'ka bo emër, por deri dikon do thonë është mirë me pas parasysh që femra të jetë femra e cila lind. Shtata an-nasabu wa huwa an takuna min bayti ad-din wa salah, e gati s'ka të shqiptart është të ketë prejardhje familjare. E që të thonë prejardhje familjare? Jo për shembull mu thirr në prejardhjen dhe përkatësinë e xahilijetit, se e di kush jemi ne shëbandemt, ose e di kush jemi ne gofte shalert. E di kush jam unë si familje, si shtëpi. Te ne kjo nuk ekziston, as si organizim i shoqërisë, se thot duhet me morë vajzën për një shtëpie që ka devotshmëri, salah, mirësi dhe feje. Ama jo du të më konë në familje që është krijuar 300-400 vetët e fundit dhe konstante kanë mbajt këtë gjeneratët me meshkuj dhe femra. Namazin, mbulesën, marrën, larg haramit, afër halallit, shumë të përsosur në sjellje komunikim familjar, domaqinat, shkollum, punëtor, një 400 vetët e fundit. Ki muhabet që me dalë zoni se filoni është shtëpi. Do thonë edhe autoritative nuk hinë atë të cili shëtësincari, se në merë nuse. Si shtëpia s'ka. Të në. Po me gjithë ato qëto që jemi na me hallin ton, thot mashkulli musliman, duhet të sinon një familje që i ka qëto kritere, që janë familje. Majsë pari familje nuk kupton që e njofin të gjithë në teren nga pesha dhe emri pozitiv që ka. Mos me shku mu raz dikun ku s'ka në adres, s'ka firë, s'ka emër. Kur të mirësh mi kalzu dikujti për të thonë njonit, tash në shqiptarët, si shka kja saj, që i pëllon shqiptarë mu martu në afër, kështu afër e kam fjallën mas 100 brezave, jo se tezja e tezës, adi? E ajo të në detyron me shku shumë largë, se largë që këto është më... E qash largë të në kur të marru në ti me të prezentu se pike më martu dhe kush janë, një javë se në mirë më vesh se kush janë. Se dush me shku me hien krejtësisht dikon ku ti e të delegojnë të huajt. Në thonë, te i shkeja njef,
Baba jo çka e njeh. Baba Haxhi çka e njeh. Halla, motra e krejt që të familjes tone. Çka janë gjallë, edhe çka kanë mrri, këtë çka e njeh nuk të bi, sipas shqiptarëve. Që para mendoj Baba Haxhi sa ka njoft. Raporte në për fshatra e qytete. Edhe hallët e tua plakat ka janë martu edhe këtë ka janë në njofin, nuk të bi. A një njeri, që ka kapacitetin me njoft, njef gjënë sa i ka familjen. Këtë që ka njef së të bin. Okej, shtash du të mu martu ti, du është me gjithë një gruje. Ku me shkuan? Du është me shku të gjënë të huj në herë, që ato me të ndërmjetësu mu ras me një familje që kërku spitaj se njef, hiq. Një muj sqarime. Edhe të nga në për fshatra, në për shpaja me vetë se kush janë. Po jo deri në deregje. Duhet mi pasën kufit, po këto s'po im. Thot, femra duhet të merret për një familje që ka prejardhje tradicionale fetare. E të atë ashen të kune zhnebia dhe femra duhet të jetë e huaj. E huaj në nënkupton të mos jetë familje se gjakit. Edhe fetarisht e dini që janë definume. A edhe shqiptarisht e dini që janë definume. Kjo punë. Edhe nuk është në kundërshtim. Do thonë ajo që është definume fetarisht. Edhe si e kanë definuan shqiptarisht, harmonizohet. Në thonë se duhet me shku sa ma largë. Me këshirë. Por jo aq largë që thash ma herët. Para mendoni tash një mateshe në tash më martuon, sa kemi në matë shalit, themi femrat martuara jashtë, që kemi dhonë, me kohë, pas të fundit. Krejt ato shka janë mesa në katon nuk të binë. Ama a ke pi Kosove, pi Shqipëria, pi kur se ki pa, as jetë ditë të mas babën, as nonën, as kur gjon, dishka si të ketë, ma teq, ta i të be. Ama ja, ako në martuën për shumë në themi në Kosovë, të na kanë shkuar në Gjermani, a gje kanë lindë, janë rritë unë si dhja, si njo kush janë. Ja, s'na be. S'na be se është ma teq. E po marë kjo qetra, jo se mesa aktine, e po e qetra mesa, e po qaqu në njoft, qera sem të njoft, shti gjom në ju. Gjonë, ju, për lajt, unë në kohë në soqën së në martonë. Por kritere po flasim, ka femra bollë. Apo për kritere, bim pi testi. Cëllën, për shembull, të marë, hajde me fe, s'ka fe. Po hajde edhe me bukuri, shqiptarë, s'jam të najmë për bukuri. Hajde me sjellje moral, etik, që për vetë ka më rajnal. U rrezikoja ta në shpejt se shnajme, di që të më thonë me morë gruje. Unë kafe se në duroj 5 minuta, në shpejt me ata të ndaj të shekin, absolut katastrofë. Më kema jenë bega li rëgjë, le jenë dhura fil mëra, sigur që burri dhe më thonë duhet të shikjon grujën për qëto kritere që thamë, jenë bega li walija një dhura fi dini, rëgjë li u akhlaqe u ahvali, kujdestari, tutori i femrës, baba, vllavi, mingja e tjerë, duhet t'i hapin si të kujdesën për femrën. Në të çfarë gjalli? A është musliman? A ka moral? A ka sjellje? A ka bukurie, familje, prejardhe, i dare këtë senët, me rënë. Liannaha tasiru bin nikah markuka për arsye se femra e ka marrën me rrezikuse meshkujt në nikah. Për arsye se ajo e dorëzon vetvete, e ndron krejt adresën, shtëpinë, e le babën, e le nonën, vllavin, motrën, ambientin në të cilin arrit, edhe rrezikon me shku në një ambient ku i duhet kohë të adaptohet. Edhe ata po flasim nëse i përshtatet, por nëse nuk i përshtatet, do thonë nuk kanë çoker me lut thjesht. Na këtë kemi domethënë çike edhe motra. Duhet mi çel sajt majr ku i jepni, se sigurisht që s'ka vajza që thash, s'ka edhe gjem, jo jeni ti pa gjemt. Që po më mesatarë në gjemë që kush është në nal poshtë. Pa çati jep vladë. Do më se zabishim po. Ranash, na las kemi dhon, as njëri fëmijë vlad në dhon. Apo pishte di se na zor. Koqa gjallë du të më konë dikujt mi dhonë vajzë. Që shmi e dhonë me kush o iqë. Mos foli ma thjeshtë në Ramazan s'ka as namazës, zino, raki, muzik, drog, këtë pun të këshijeve. Që shmi e dhonë ati e vladit. Ati e ki rritat e vlad për shumë në emër të Allahit, të marrës, të respektit, dashurijes. Pa e të modreton, aja, le shka ma pisë për vetë vetën. Pa e të mërë në qafë dhe qikën. Që një qenerë po themi, renjë, dini si hajvan. I trajton pasha zotin, falni që prej ma betë se kafshe. E qëto meshkuj kur pi shohu në kënër të fakultetit e kjam ati. Dal pi kafe, për çdo ditë ati të bife, veç i këshirë. Edhe vajzën dhe gjemë të këshirë. Ha, femra e pe, ka një natyrë, ash ishash, femra mundet mu përpunu. Nëse një femën themi e keqë në thojza, ben dur të një burrit mirë. Femrat shumë kanë, ashtu i ka kriju Allahi, nga diçmëri për mu përmisuan, me ju përshtat burrit. Shka doje burri, ajo e banë.
Por shumë një femën shumë e çoroditur, më ra ndurte një burri që i thot më mluan kada dal mlohet, kada dal falet, kada dal i përgjigjet atë në punë. Ama femra s'ka bën ndikim te burri. Po minon një femrës mirë, një burri keq. Normal, s'ka që arrit mund nda, më ndarja është e jeta e kushton, nuk ka lojnë se mos me fëmijë ku diçka. Edhe i këshiri mesatarën aty në gjemi. Kur kush që një adresën, e kam qenë në xhamais del, mu po. Që më thon garancë se unë jam i xhamisë, i moralit, i tërbijes, i mezhlisit. Kur si shonë, kur ai rre në vërtet kafe, disko, femra ku ka si. E si çaj nesër vend të dera do të më thon fëmijë do të më thon çati. Se janë rëmbishi shqiptarë, me si të gjallin e vetë livdron, për shumë i thonë, valla gjallien. Shka gjallien? O me të zëvëgja, min fasik e në uptedi nëse martohet kjo vajzë ndershme me një fasik edhe bidat gji. Fekat gjena alejha o ala nefsi. I ka bon krim, tutori, kujdestari, baba, minxha, vlavi ma, për motrën po flasmi, nëse e jep për një njërë të tillë, ai ka bo krim mbi vetë-vetën, do të më përgjigj para Allahut edhe ndaj vajzës apo motrës që ja ka vonë një depsëzi, kështu shqip shpreh. Qala rajulu lil Hasan mimman uzawwaju ibnati, njëri domethënë ka vetën e thonin se kujt ja jap vajzën. Qala mimman yattaqillah, ka thonë japi atij që i frikohet Allahut dhul jalal. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Përësi se ai që i frikohet Allahut nëse e don vajzën tonë, ai edhe nderon, respekton. Wa in abghadaha lan yadhlimaha. Kjo është më e rëndësishme, se e para e do edhe respekton, normal, si ta duhet e respekton. Ka thonë po nëse nuk e don, që si ka pëlqej, vajza është e bukur, por ajo bukuri fama relative, këtij si duket. E ka fen, e ka menën, e ka sjellën këtë. Krejt di domethënë ajo mi bon, edhe kjo e këshirë muslimanit të remët Allahit. Ato ja respekton, janë notë, këtë ja për atë dheqë. Thot, fe in e bëgadeha, në thëmë, aspekti bukurijës nuk e ka të reqë. A i len një dhëllimeha, nuk i ban për drejtësi. A është muslimani një kufit e vetë. Shkat ka dam, pse ajo të tajës të pa përgjigjë. Në aspekti bukurijës, ajo forma e jashme, një di folëm. A jam fetare, po. A jam e moralishme, po. A jam të tipo punë që i bon, më si në mëroj, po. Shërbimi, gjuha, kufit, sjellja, këtë po. Pse si jam e bukur, po sa është ndërtime. Unë jam e bukur për dikan. Po që s'ka des zotit që do parirasim me një frekuencë për bukurie. Po ma janë musliman. Keqja respekton edhe ata duke ngacmon se është aspekt pa prakshëm, do pakoja Allahu dhul xhelal. Thot nëse nuk i pëlqen, nuk i ban zallum, te zallumi edhe një herë po flas, edhe folni në shtëpi. Motrave, treja, të martume, që të martohen. Qel një asit me që të muhabete që po them. Bindeni si shqiptarët e që morin martesën. Ape për shumë mendje nxet, kokë nxet. Mendon se mu po shkon në xhenet. Edhe kanë aspektin negativ, parasysh kur thojmë mu martesën. Nash që gjem në shiket. Ape binde vetë disoj, shkruaja një 10 fjalë, thë kësheri më të rende. Mos më të ka gjem boll. Jeta është shumë e gjatë, ka shumë probleme. Zgjedh edhe një djalë që çtoi ka deri dikun, ka një 10% pikë në etiket. Mos jetë bashkë pa këto, se s'ki ku shkon. E dikoni se ka zëllum, femrat vetë disoni. Unë pra ta thash partit e të mesazhet kur u përcjellshin, shtet nata e murë me mikrofonin, thoi që folke një problem që na se kemi. Për shembull, ajin Kur'an Allahu ka thonë wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. Mos i metni fëmijët nga frika e varfërisë. Kjo nuk ka problem i shqiptarët kanë pas callë, ka 10, ka 15, ka 12 gjësenjeli e qërë, në momentin kur janë konë të varfur. Problem kjo, jo, të na nuk ka problem. Mosëm trajto probleme që na si kemi. Kjo është një. E dita aj që e trajtoj ke ati në mezhlis, do i kemi thonë mesazh që mos u todhni, martonu, se martesa bereqet, fukara, Këtë njëri thash, kur shqiptari nuk është martu pse nga fukara, amani mendika. Edhe i thash, elhamdulillah, se dikun në botë, fukara smartohesh, harroje. Edhe pse fetarisht urdhërat janë fukara, mos mu martu. Dëgjo, pi prap mesazhin. Do të thonë, origjinali është ai fukara, mos u marto. Kjo është fetva. Por arsye se e merr çaf dikan. Okej, tash fukara llëkin nal poshtë. Duhet me di çka do të thonë. Por shqiptarët nuk e kanë pas këtë problem. Edhe se kanë.
Do të thonë sado që të jeti varfër, deri e dini mu në për kolibe ka pas në teren tonë njerëz. Ama ka pas gruje. Kjo është për të thonë elhamdulillah. Jo aje trajtoj ke mesazhin dhe duhet mu tatën për martesës fukaraja, si duhet mu martat. Po marrë be kush ata, çka i tu çitën bifton edhe bidate, o djallë, a ke analizuar të njerëz se cëllit popull i flet. Se ki mesazh, do të thonë, në këtë mesazh nuk ka nacionalitet që nuk hi. Në Kur'an, e dini. Këtë botë, shë ka falë Allah miletët, pi këtë miletëve ka musliman, edhe Japan, edhe kinezët, tajlandezët, këtë prej tyre ka musliman. Edhe Allahu ka folë në aspektin universal, i trajton problemet. Ai popull i cili nuk e ka atë problem, që Allahu e ka folë në Kur'an për dënjarësi, shka po ju del kijeve për para. Në më thonë, ishte fjala se kur jem mësuar me folë për mensh, pa ndë një analizë, ka thonë dikush a ke lexuar, ke ndëgjuar edhe mo, më shoh, mos u trajto sende popullin që se ke. Na është për të lavdruar, po them, edhe nuk e di merite e kujt është që ky popull, domethënë, i ka dhënë në leje, në thojza, në formë direkt që edhe i varfurit këtë gruaja dhe familje. Që ke domethënë mesazhet pak, prapë me çka. Mo çdo të përfundoj nëse keni diçka, muj me mua vetë edhe pak. Alhamdulillah rabbil alamin.